Qa bëri një kafe? Një mëngjes qërfshe më shumë se sa tregon, Alba përpiqet t'i bjerë në sy, Lim përgjigjet me ironi dhe distancë, mëngjesi sapo kishte nisur në shtëpinë e Big Brother Kosova. Drita e parë e ditës futej nga dritaret e mëdha, ndërsa banorët ende lëviznin ngadalë, me gjumin që nuk ishte larguar plotësisht nga sytë. Në atë qetësi të përgjumur, Alba u zgjua herët siç kishte bërë edhe ditët e fundit, me një qëllim të qartë, të ishte pranë Limit që në minutat e para të ditës, ajo u rregullua lehtë, pa shumë zhurmë, por mjaftueshëm sa të dukej. Çdo gjest i saj dukej i menduar, mënyra si ecte, si i rregullonte flokët, si u afrua drejt tij. Nuk ishte rastësi. Ishte përpjekje, pyetja që nuk ishte vetëm pyetje. Alba ju afrua Limit me një ton të butë, pothuajse të pafajshëm, a ta bëj një kafe turke, apo don këtë timen? Se është pa kajmak. Në dukje, një pyetje e zakonshme. Por në Big Brother, asgjë nuk është vetëm ajo që duket. Kjo pyetje mbante brenda, dëshirë për afërsi, tentativë për komunikim dhe një lloj flirtimi të fshehtë. Alba buzëqeshi lehtë, duke u përpjekur gjasmet i binte në sy. Trupi i saj ishte i relaksuar, por sytë tregonin pritje. Ajo po priste një reagim. Një buzëqeshje. Një shenjë. Një hap të vogël nga ana e tij. Qa është kajmaku? Lim ngriti sytë ngadalë. Nuk u ngut. Nuk u emocionua. Me një ton gjysmë ironik, gjysmë të painteresuar, pyeti, qa është kajmaku? Ishte një fjalë e thjeshtë, por e mbredh. Një përgjigje që nuk i jepte asgjë asaj që Alba po kërkonte. Alba, duke mos dashur ta humbiste momentin, u përpoq ta shpjegonte, është shllak. Ajo u ndal për një çast, sikur po kërkonte fjalën e duhur, por edhe duke parë reagimin e tij, goditja me ironi, pa u menduar gjatë, Lim ja ktheu me një qetësi që dukej therse, jo, shllakun e kam vetë. Fjali e shkurtër. E thatë. Me ironi të hapur, në atë moment, ajo i ndryshoi. Alba mbeti për disa sekonda e ngrirë. Buzëqeshja i u zbe pak, por ajo u përpoq ta mbante veten. Ishte e qartë, Lim kishte vendosur ta mbante distancën, jo me refuzim të drejt për drejt, por me humor të ftohtë dhe ironi. Alba, mes turpit të hre këmbënguljes, brenda saj, Alba po përjetonte një përzierje emocionesh. Nga njëra anë, u ndje pak e turpëruar. Nga ana tjetër, nuk donte të tërhiqej. Ajo e dinte që çdo hap i saj po shihej nga kamerat, nga banorët, nga publiku. Ajo qeshi lehtë, sikur ta merrte me sportivitet, por sytë e saj treguan se fjalët e Limit kishin goditur. Ishte një moment i vogël, por shumë domethënës. Ajo u kthye drejt kuzhinës, duke bërë sikur gjithçka ishte normale, por trupi i saj tregonte se diçka kishte ndryshuar. Hapat nuk ishin më aq të sigurt. Lëvizjet pak më të ngadalta, banorët që rendjen momentin, disa nga banorët e tjerë e kishin dëgjuar dialogun. Nuk ishte e nevojshme të dëgjoje çdo fjalë, toni fliste vetë, e pesi ja ktheu. Përshpëriti njëra nga vajzat, po Alba po mundohet shumë, tha një tjetër, Lim po luan ftohtë, shtoi dikush nga djem. Ky moment u bë temë bisede pa u folur hapur. Secili e kuptoi se lojrat emocionale kishin hyrë në një fazë tjetër, llojime, distancë me humor. Lim vazhdoi ditën e tij sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Mori filxhanin, u ul, foli me të tjerët. Nuk e përmendi më kafen. Nuk e përmendi Albën. Për të, ajo fjali ishte mjaftueshëm për të vendosur kufi. Ai nuk po e shtynte Albën larg me forcë. Ai po e mbante larg me fjalë të zgjedhura dhe ironi. Dhe kjo, për shumë kënd, ishte më e fortë se çdo refuzim i hapur. Një kafe, shumë nënkuptime. Në fund, kjo nuk ishte histori për kafe, kajmak apo shllak. Ishte histori për përpjekje për vëmendje, refuzim të heshtur, lojë pushteti emocional. Alba u përpoq të hynte në botën e Limit përmes një gjesti të thjeshtë. Lim ja mbylli derën me një fjali të vetme, përfundim, mëngjesi me dialogun. Ta bëj një kafe turke apo don këtë timen? Qa është kajmaku? Është shllak. Shllakun e kam vetë. Do të mbetet si një nga ato momente të vogla që në Big Brother Kosova thonë më shumë se debatet e mëdha, sepse ndonjëherë një filxhan kafe, një buzëqeshje dhe një fjalë ironike mjaftojnë për të treguar se kush kërkon dhe kush nuk jep.